Jo, ja fuck. Lotove? Nuk qan burri. Denis nuk qan burri. Oh my god, jo. Mora shumë. Përshëndetje, mirë se vini në Flak Fare, podcastin më djegës në qytet dhe jo vetëm. Jemi sigurisht në të gjitha rrjetet tona sociale, ju e dini tashmë Flak Fare kudo, Facebook, Instagram, TikTok dhe patjetër Hoje Media në YouTube. Përshëndesim të gjithë juve që na ndiqni, sidomos ju nga diaspora, ne ju përshëndesim gjithmonë diaspor. Sepse në çdo fillim emisioni e përmend që na merr dhe ju merr malli sigurisht për Shqipërinë, prandaj dhe ju falenderojmë që jeni pjesë e Hoje Medias. Sigurisht duhet falenderoj gjithë ata brenda Shqipërisë. Sot kemi një arsye më shumë për të përshëndetur në fakt gjithë ata që janë nga diaspora, për faktin se kemi një djalë i cili vjen nga diaspora, jeton aty, ka lindur aty, por megjithatë ne na bën jashtëzakonisht krenar si me arritjet e tij profesionale, por edhe me faktin që ka ruajtur identitetin e tij të folurit, edhe pse ka lindur pikërisht në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Para se shkoj tek ai duhet falenderoj gjithë sponsorat e mi, që nga Argjendari Donaldo, Birën Epos, Bir Legjenda, Rumbin Bumbu, sigurisht celular.al, cilën e gjeni lehtësisht online. Dhe tash më shkoj tek personazhi i cili përmenda dhe që praktikisht është një djalë që mua ma bëri zemrën mal, se sikur se përmenda, flet një shqipe kaq të bukur edhe pse ka lindur në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ai është një fighter, një luftëtar, jashtëzakonisht i suksesshëm, sepse ka arritur që të jetë pjesë e kompeticionit ose le të themi garës më të rëndësishme në botë për sa i përket mixed martial art, që është UFC ose UFC që i themi në Shqipëri. Zonja dhe zotrinj, pa shumë shtesa dhe salsa tjera, Denis Buzukia apo Buzuka? Buzukia. Me ja, Buzukia. Se dikush të shkruan online Buzuka, dikush të shkruan Buzukia. Po është Buzukia. Buzukia tamam, po. Buzukia. Faleminderit shumë që pranove të vish në Flak Fare. Jemi shumë krenar që ke edhe këtë ndeshje tani që do të flasim dhe për të që afron datën 1 gusht. Po. Jemi shumë të lumtur që të kemi këtu. Si ke marrëdhëniet me Salsa Djegse? Shofim tash. Do shohim. Shofim. E shumë faleminderit për tejet se më ke pru mu këto, më ke pru te mu këto. Jo, kënaqësi e madhe. Ore, shiko, mua më bëri realisht përshtypje, e përmenda edhe pak më parë, që ti e flet shqipen edhe pse ke lindur dhe nuk ke shumë kontakt tashmë me shqiptar. Po më thoj rrugës që më shumë i ke kontakte tani me latin. Po. Me të huaj dhe shqipen praktikisht mundohesh ta flasësh më shumë kur je me të shtëpisë apo jo? Po, me prind të shtëpi, edhe kur kam qenë në New York kam ndaj afër me shqiptar shumë, se kena komunitetin shumë ngushtë edhe fort në New York. Edhe jena një, a ke parasysh, jena më afër me njëri tjetrin, me kulturë, si mendojmë, me traditat. Kena ndaj bashkë, kena fol edhe e kena gjithmonë kena provu me majt këtë identitet që i kena. Edhe normal, jena përzime zezak me spanjoll edhe tesh e kam pak ma zorë si tash për para se jem të jetu në Miami. Je larg familjes tani në Miami? Është 2 orë gjysmë me makinë, me avion. Mo këtu që në New York. Nuk është shumë larg, po s'kam kohë shumë. Është e bukur se në Amerikë distancat perceptohen ndryshe. Në Amerikë për shembull 2 orë gjysmë me avion konsiderohet afër, po themi. Këtu 2 orë gjysmë me makinë konsiderohet larg. Jo, jam të thonë me avion. Me avion 2 orë gjysmë. Po pra, po ju thoni 2 orë gjysmë me avion, okej, nuk është shumë larg. Ashtu thojmë, ashtu. Kurse ne 2 orë gjysmë me makinë themi, kush vete aty, kupton? Jo, në fillim kur kam shkuar në Servitje, prind se jam kam qenë të jetu në Staten Island. Aty kam familjen, New York, një vend New York. Edhe palestra është në Long Island. Midis Long Island. Dhe me thonë, për gjithë ditë, 6 ditë një javë, kam shku me makinë 2 orë e gjysmë me shku në Servitje. Edhe për mua është normal. Pastaj kohën ju, jo po metri shtëpis, po iko zotëri jeton në Elbasan, e kem me gjithë Elbasani nga vajt çmir. Se në Shqipëri duan të jenë 5 minuta në këmbë nga çdo gjë. Se jemi mësuar kështu. Nëse. Me sa ka vajt metri janë kanë vajt çmimet e shtëpive shumë lart në Shqipëri, valla, kemi halle. Nuk e dia ke dhënë re, po protesta ka pas e gjëra rëmujra. Janë halle të vështira tani në Shqipëri valla.
Ti e do Shqipërinë, shikoj, je kudo, ke tatuazh më duket, ke tatuazh. S'ke tatuazh Shqipërinë, pse më shqetësuar mua sikur kishe një tatuazh. Po të shoh që në daljet e tua del me flamur gjithmonë, varsja e bukur aty. Palesa ka kushtuar miq. Kanë lek ta fajt. Ta nisim direkt para se të zbërthejmë pak edhe historikun tënd të jetës edhe pasaj edhe UFC-n. Ta nisim ta provojmë një herë salsën e parë si thua. Po. Okej. Mund të kapësh çfarë duash, unë i kap me dorë se jam popullor. Okej. Ja, këtu nis. Mos lysh shumë. E mos digjesh. Që të marrim vesh se ku qëndron. E mirë është. E mirë është, si di, është tolera. Po rri me spanjolla, ne me çfarë rri, katërohet me ata Meksikan. Ne ko abe? Jo. Duhet ata chapstick se Karate Kid. Jo, po unë e bëj shumë shpejt, po nuk i kap dot kurrë. Jam shumë i aftë atë. Ej, për gjithë publikun që se di, nga je me origjinë? Jam me origjinë nga Shkodra. Nga Shkodra apo je në një origjinë? Po, Shkodrës është një katon aty rreth Bushatit. E ka emrin Melgush. Nga Melgushi jeti? Pse nga Melgushi jeti? Po. Nuk e di, kot bërë. Nga Melgushi. Tani ky mbi emri Buzuke se ka shumë njerëz që e ke parasysh këta anti-shqiptarë, do që më thonë për shembull mund të ketë origjinë jo turke nga Buzuku, edhe pse gjon Buzuku. Nga e ka etimologjin fjala? Na jena puro shqiptar, e ka se kur kanë rata ancestors se po thojmë zisë. Paraarsit, po. Paraarsit. Ka kanë shpell ujkut aty, kanë thonë se ata janë fisi që ndajnë buz ujkut. Buz shpellës ujkut pra. Po. I kena ndaj afër ashtu. Ndajnë buz ujkut e unë njët ashtu. Ti ke lindur në Amerikë, prindrit e tu kanë emigruar herët aty, me thënë, sa kohë kishin prindrit që ishin në Amerikë? Unë jam le 97, me 1 tetor edhe në 7 orë mbriten 2 javë për para. A qartë, kanë shkuar pikërisht që ti të lindesh aty? Po. A kanë ikë nga këto trazirat e 97-ës? Ka kalu, i ta punë, se më duket se në Mars ka Nokia, kur kanë ra piramidet e Çakano, edhe mas e saj punë, kanë ikë. Si që thonë piramidat e Egjiptit, ku ka si piramidat e Shqipërisë? Nëse, ti ke lindur aty, kur ka qenë momenti që e ke kuptuar që përballja e parë me fighting, me artet marciale, si ka ardhur? Unë kam fillu kur kam qenë fëmijë, se për çef, se bëzdi e kam pas në gjako dhe qa gjithmonë të ra me fëmijë nëpër rrugë. E kam fillu stërvitje se më kanë pëlqyer filmat shumë, këtë Jason Statham, me Transporter, filma kështu. Thash, du me mësu si me ba taman. Edhe kam fillu në stërvitje me karate e judo, kur kam qenë 8 vjeç, edhe kam vazhdu masënej me box, kickbox, me këto të gjana. Kur kam qenë 18, kam ba një ndeshje në kafaz për qef, më tha trejneri, se kam qenë të punu në Artim një atë kohë. Ku ke qenë të punu? Në Artim. Në Artim? Në New York, po. Edhe më tha, është një ndeshje në 3 javë, edhe në me ba. I thash, okej, pse ja. Shkova, kur pash është në kafaz, është si professional fight duket, vetëm dorëca të vogla, pa mbrojtje, pa gja. I thash, oh shit, që jem të banë këtu. Anyway, shkova edhe e bana ndeshjen e kam ba knockout në randën e parë, një tjetër, kam qenë 18. Edhe masëndaj tanë të bërti, të ba foto, tana, adrenalina, thash, wow, kjo është një gjo veçantë. Edhe kam hi pak në shërë, se e kam ra një djallë një njërë në New York. Më restunin, whatever, këta punë, e thash, më do të me vazhdu një drejtësi, një rrugë drejt, e më ndaj mirë, se s'jam gangster në e gjak, nothing, you know, s'jam ashtu. E thash, e kam gjetë një rrugë që më ndaj edhe me punu të mirë, një gjatë bukur, edhe një gjatë veçanë, se gjithmonë kam mendu kur kam qenë fëmijë du me bade qatë që populli se ban. Një gjatë do të bëhet diçka për te, ja? Po. Edhe në këtë kohë ka fillu Conor McGregor me dalë, me ba sportin mlej, edhe thash, kjo është gjatë bukur. Mundu me shku mura me njerëz, mas me Hinburg, mas me pagu gjoba në gjatë, edhe njerëz më dojnë për këtë punë. Edhe mundu mu pagu me te. Edhe prej e saj më ka pëlqy shumë. Ne po problemi është që kur rrihesh në këto, rrihesh me njerëz që janë po një lloj si puna jote. Se në rrugë mund të ndrash këdo. Nëse më the që në fillim u ke pas zënë kur ke qenë më i vogël. Kjo vinte si pasojë e faktit që
ishte vështirë të përshtateshe apo kishte probleme, ishte vështirë të asimiloheshe në shoqëri? Kur kam qenë fëmijë? Kur ke qenë fëmijë, po. Po si di, Bini qafë. a din ku të rrit në Amerikë, je përzim me zezakt, me spanjoll, me të bardhë, me tona. Multikultura, Po, multi. Të me thonë, unë s'kam folë shumë se prind, kur jam rrit, kur kam qenë të rrit, kanë folë shqip. Unë kam mësuar shqip para anglishtit, se prind s'kan folë anglisht. E qartë. Unë e kam mësuar në shkollë me shok, edhe s'ka pas shumë shqiptar një atë kohë. Ma shumë zezakt edhe spanjollt edhe kur je vetmi, ata vinë edhe ngacmojnë. Edhe që më bëmë, urra me ta. Pra ka një lloj për atë njeriu që është i përket një kulture tjetër që është pak ndryshe, ka çik bullizëm, po themi, ka çik sulm. Nëse ne shqiptarët na thret gjaku, ne kemi direkt e kena në gjak më duket, se di. Ishto është. Jemi që ka agresiv ne, po. Po me kë rahat më shumë, megjithëse ti ke jetuar që i vogël si komunitet e muhabeti, me kë jemi më të ngjashëm, me latinët, me këta afroamerikanët, me ne shqiptarët do të si themi si kulturë. Me thonë vërtetën, tonë na dojnë. Tonë. Na dojnë, Zezak vdesin për ne. Ashtu? Rappers, 50 Cent, po, ata tonë na dojnë shumë. Dave East, Lloyd Banks, sidomos New York, ata gangster rappers për New Yorkut na dojnë shumë, se gjithmonë kena kanë si gangstera. Jam të thonë se janë tonë gangstera, po jam të thonë se jena burra. Fjala është fjala dhe e bëjmë. Nuk mendojmë dy herë. A ke parasysh tash zezakt edhe këta na shohin ne si burra, si wow. Prandaj. Ta na dojnë. Se bisha ka. Hajde salsa e dytë njerë. Mos më e pëlqeu e para. Malbulen. Dhe që theti. Interesting. Djek, më djek. Në zhoj që s'djek. Kja pak ma fort. But good. Dhe me thëmë ti pate një rajë njërin, the, pate probleme ligjore me këtë rajën e njëri, qa komësie ishte ai? Komësie? E do me thënë nga ishte? Amerikan i bardë, Amerikan i bardë, se, mirë ja bëre. Mirë valë jo këmë. Kushdo që t'ishte të me thënë mirë ta kështë bërë. Dhe që aty pastaj vendos që ta bësh profesionale këtë gjë. Po. 18 vjeç vendos që t'i hysh profesionalisht. Ku fillon stërvitesh? Tash prej këto, se në këtë kohë kam kanë të punu në ndërtim, edhe kam kanë në universitet. So kam kanë të shku në punë gjatë ditës edhe natën në shkollë. Edhe në stërvitje për qef, 2-3 herë, 4 herë një javë, so me mojtë vetin për qef. E banë në eshen, e masën e këta punë të nollën, e tha që du me ba këtë si karierë për jetë, edhe e kam nalë punën, kam vazhdu me shkollë, se prind nuk kanë pas qef, se du me hinë këtë punë edhe me vazhdu kështu. Ja se nuk më shteten, po kanë thonë, nuk e kanë kuptu. Normal, si prind që ndojnë, thonë shka në shkollë ose shka në punë. Edhe prej saj kam fillu 6 ditë një javë prej në Staten Island, kam shku në Long Island. Zdi sa shumë kilometra, po si tash për... Me 2 orë stërviteshe. 2 orë rrugë edhe 2 orë stërvitje për gjithë ditë. Edhe nishtu, kena vazhdu. 20-26 vjeç ke jetuar në Long Island dhe e stërvitur Long Island. Kur ka qenë momenti parë që ti je futur në ndeshje zyrtare? Domethënë si ka qenë momenti i kalimit në UFC, në UFC? Jam bërë profesionist, kam fitu dhe ndeshje edhe me knockout bukra e gjana kështu, masë ndaj na thiren se kam pas një manager, njëjtën manager me Conor McGregor, një atë kohë. Masë ndaj UFC e kanë thirë managerin, e dojnë Denisin me hinë Contender Series, e ka si një emocion që e ke fillu Dana White. Ishtohin UFC me këtë, ose short notice, kjo se vrahet dikush që javë para neshjes, o 2-3 ditë, dojnë me rrujt neshen, thirë një njëri jashtë UFC, edhe hinë mramë. Tash, ishtu kam hiun UFC me një short notice, më thirën para 3 ditë, mu nesh me një Sean Woodson, ka kanë bëzdis metra, po 6 ka me 2 inches, zdi se ka me metra. O, Joni, di ta bësh atë përkthimin me këm në centimetra ti? Po. Ha? Di? E bën Google.
Po jo me Google, më po them na di kështu ta bësh. Pra nuk e di me sa jeti me këmbë? 5'9", 5 kam 9 incha. 9 inches. 5'9" e ti? 5'9", po. Kë ka kanë 6'2". 5'9" është 1.77, 77. Bella më duket. Jo 88. Po pse e 1.80 më? Po si e 1.80? A thua? Ai tjetri. 6.2, 6 fut të e 1.80, ky është 1.75 duhet jetë. 5'9". Po, ai tjetri ishte jashtë. 5'9", ky është 1.75. Bëhe që këtu, po se na bët, po ti ku je, po që ke këtë sistem metriko, burr? Po si masni me këmbë, matet njeriu me këmbë. Se centimetra. Se di çfarë bani Amerika. Po gjëra tjera me këmbë masni. Me kam, po. Gjë me këmbë. Po. 1.75, dakor pra, jam në rregull. Po. Po pesha, që të thot pound tani. Panda, ja, me kile e di. Sa ki? Neshja ka kenë 66 kile, unë kam kenë gati 77 kile, kur më thiren për 3 dit, e mu detyru me hupi ta 10 kile. Pra këta kuptoj unë, ti ishe në listën e atyre sportistëve që prisnin, nëse kishte një lajmërim të fundit nëse anullonte një ndeshje njëri nga dy sportistët, ju lajmëroheni në një kohë shumë të shkurtër dhe duhet futeni. Po. Dhe prezantimi jot i parë ka qenë në këtë formë, pra dikush u anulloi një ndeshje dhe u futet 3 ditë para. 3 ditë para nga 77 kg, ti duhet shkoje 66 kg. Po. Si mund të mbazësh 11 kg? Se kjo është shumë e bukur tani dhe ju që doni dilni tani në verë, të mbizni kilet ekstra. Lajmërim nga Denis Sisi, u mbiten 11 kg. Ka kenë shumë i zorë, do është me hup, s'mundesh me hangër, do është me vazhdu stërvitjen, shumë stërvitje, me biciklet, me nga vrep, me mullnje, me boks, me tona. Pra 3 ditë nuk ha fare? Hiq, asison, fare, se toni jo fare. Na thojmë hiq. Hiq o fare, po, zero? Hiq, po, jo, zero. Null, hiq? Nothing. Edhe në sauna, mu dirësit. Sauna? Sauna, po, me hek ujnë, mu dirësit krejt. Edhe s'mundesh me pi mrapa, s'mundesh me hangër, ishte do është me vazhdu, për 3 ditë e kam bë. Edhe kena masanaj hypëm pesh, edhe ke 24 orë mu mush me marrë forcën mrapa. E ka ken... Ti i merë prapa do 11 kg të më? Jo. A nuk i merë të gjitha? No, nuk i merë gjitha. Se të mas kur i hup ashtu, s'ke asison që i merë mrapa. Pra, se ti aty humbet uj, humbet pak vjam dhe humbet dhe muskull. Edhe muskull, po. Po, edhe muskull humbet aty. Mos thoni që nuk do pësëm, thoni që nuk kam vullnet. 11 kg i humbet... A që më duhen mua të humbas, jam 867, duhet të zbrez 11 kg. Do ta bëj 3 ditë para, jo no. Hajde salsa e tret. Dhe që ndodhin atë ndeshje i dashur? Kam shku e kam hup me pik. A, hume me Shku pik? distancen, po. Po nëse shko ti je i disavantazhuar tërësisht qofse futesh 3 ditë para, sa i ka ko 8 javë, 10 javë që të bëhet gati apo. Po, e ka kenë gati, po, edhe shumë i gjatë. Po, Ishte i gjatë, ë? shumë. Është më mirë kur tjetri është më i rënd dhe më i shkurtër apo kur është i gjatë? Kush është më problem? Varet të stili, kjo se je striker, me grushta, po e shto, e ke Pesa e shpejt ishte? ma mirë ku je i gjatë. Kjo se je mund se e kështo, Ska rëndësi, ë? grappler, është ma mirë bela ku je i shkurt. Shikoni një sa i shpejt jam unë në goditje. Shko, jo në kape qik. Do më thuash, apo si jam i talentuar për... Epe? O ba. A që shpejt. E ka bërë Muhammed Ali këtë më duket. Yeah. Ta salsa më pëlqen. Të pëlqeu, ë? Që e përgjeti beta me këtë. Okej. Cili është keq kuptimi më i madh që kanë njerëzit për sa i përket fajderave të UFC-s? Pra, se shpesh i perceptojnë si shumë të dhunshëm, si shumë... Njerëz mendojnë se sportistët e UFC-s jena vetëm se i ashpër, nuk dim gjo, nuk kena intelekt. Me tonë vërtete, na jena si fmi. Se na e mysum vedin për gjithë ditë, tu ra, tu ba ma mirë për gjithë ditë, e ma rrezikshëm, supozojmë se si mu ba ma rrezikshëm për gjithë ditë. Me thonë, na vrana për gjithë ditë, shkojmë me vranja një tjetrin. Po na tanë jena si fmi, vetëm për qef, gallat, a ke parasysh jena të lirë, like chill. Nuk jena agresiv a najgjo ashtu hiq. Bela krejt opposite, zisi. Komplet e kundërta. Komplet e kundërta se mendojnë njerëz. Edhe na pëlqen... Pra jeni natyra
paqësore, cool, easy going. Po, shumë. Po unë që përkthej gjëja shqipun, do terminologjia gjitha huaj. Jetë mësua dhe mu tesh. Po jeni natyra pra të qeta. Shumë qeta. Se duket e shpërtheni e nxjerrni gjithë keqen duke bërë servitje, shkarkoni. Po, dhe na e dim se jena të fort, dina se mu rra, se e dim, se e bëjmë për gjithë ditë. S'kena qa me kallxu para tjerët edhe. Po, kjo pse na vjen dikush që na flet keq, na thot ndaj gjë, ose belen në bar, në klub, në diskotek, i bim njënit pa dashje, me shpato, a ke pës ku është nush, kur për po, pa dashje. I thua në falem? Na fal, a më me të bleni një pije, shto. Shiko tani këta që kanë bërë servitje kështu grappling e kanë bërë mundi kështu me këta kanë veshin që tani është bërë dhe shumë e famshme në internet. Mos i shiko fare muskujt se sa muskuloz është një njeri, po shikoje nga veshin, nëse ka këtë veshin e mundësit, mos u merr. Në fakt është e vërtet. Është e vërtet. Njerëzit tani kanë filluar të shikojnë nga veshi, jo në po pe vesh si ai. Mos u merr. Harroje, atë mua të largohu. Se mund ta gjesh veten Albulena. Okej, pra jeni në linja të përgjithshme jeni të qetë dhe paqësor. Po. I qetë, i thjesht, nuk jena shumë i thjesht. Okej, dakord. Cili është pritore të ham të njësh. S'ke do të pëlqej shumë kjo e katërta. Okej. Ajo ka për ta pas qef shumë atë. Kam që kësa qizho, si kam qef. Okej. Ti kam që duesh, me sallamet tona. Ashtë e amel. Është e amel, si ke qef të më lëtë? Jo, më pëlqejnë dana. Se bishakare, se mos mendoni se nuk di të bëj fajt. Gjab. Jam mirë në mundje, nuk jam për striking. Ti ku je më mirë i dashur? Ti ke një karate në fakt, duhet të jesh strike më mirë. Po, jam rritë ma shumë me box edhe me kickbox. Pa thaj se jam ma mirë me striking. Je më mirë me striking? Pëlqen ma shumë, po. Edhe mua më pëlqen më shumë të shoh striking, po që do që tani kanë filluar, sidomos me këta dagestanësit, është kulturë tani wrestling shumë dominante. Po, e kanë edhe në kulturë, si ke thonë ti, po. E po, ata që 2 vjeç pra me arinj, me gjëra që bëjnë. Kam parë video të Khabibit. Po. Khabibi që bënte mundje wrestling me një ari. Po, që shmik, po. Po, e bëj. Nëse duhet thënë që ariu ishte i vogël në moshë. Po, normal. Ja kanë hek lamte. Ta pa dhëm ishte ariu? Pashtu e bëj dhe une. Tha se ishte ari kështu. Nëse, sa përqind e luftës, ose e fighting zhvillohet brenda kafazit, dhe sa përqind zhvillohet... Asnjëherë se vërtet më duket se luan me mua. Dhe sa përqind zhvillohet para dhe jashtë? Pa thamë se 19% bëhet para dhe 10% në kafaz, po. Na thojmë, në UFC thojmë se është një ndeshje vetëm me hin kafaz për ne. Prej injuries, prej smundjes, prej weight cut, prej tetona është një ndeshje e para sa me fitu, sa me hin kafaz. Mos e ke ndeshjen me kafaz. E qartë. Se shumë... Pra pjesa më vështirë është të arrish deri aty. Po. Se na vrana ma shumë në servitje se në ndeshje. Ndeshja është vetëm i gjysoret. Denis, ke frikë para një ndeshje? Frikë kena, po. Edhe unë, po, kam, normal. Po. Vetëm se na zdim çka ka me në ndeshje. Do të fitojmë, do të humbë. Vetëm një gjë e dim se kena mu vra. Se kë ka me fut mu me grushte, me shtjelme dhe unë ati, e dim 100% se kena mu vra, po sa nuk e dim. Pra që do vritesh, do dëmtohesh në sens, do dëmtohesh. 100%. Po cila është frika me madhe? Është frika e dëmtimit apo është frika e dështimit, ta mos të fituarit? Cili është që të përndjek më shumë si frikë? E dyta. E dyta, E dyta, e performance. Se na servit na shumë, se dhe mos unë për shembull, pa flas për veti, unë bëj shumë servitje dhe mës vetin, edhe e bëhu me smur në servitje, se trejnerët më thojnë, ka dali fije, se jetë e bëha shumë. Edhe, kur jam aty mrapa para ndeshjes, kur jenë të prit, e ka hin ata në mend në kry, se du me fitu, du me kallxu vedin, tona krejt punë që i kam ba, a jam gati, as jam gati, edhe se
Mu vra mu dëmtu është whatever për ne. 2 javë edhe me thuj kocin, 2 muaj jena bëhet ma fort. Kjo fse prena i qepum edhe shnashet. Po humja Humja në limit ma shumë edhe për këtë kena frikë, po, edhe për performance. Të dishti jam thrasin sniper se jam i shpejti në lyerën e salsës. Yeah, okay. Andaj shumë ore, vetëm audio të bëjtë shkunda dhe salsës. Vetëm audio të bëjtë kam që njërë që tishtap. Nuk djegin shumë, këto janë të këndshme. Janë të mira, Po të mira, janë të lezeshme. Shiko, ti nuk para konsumon këshu, Do me thënë patate gjëra, ti ke regjim ushqimor, mua vjen dhe keq tani që po të bezdis me këto, po që... Jo, s'ka problem. Në jena aq ha njeri ju? Je këshu i mba në regjim? Po. Do të pyes. Këtë doja të pyesja në fakt për një publik më të gjerë, sa kohë duhet që të quhet full camp ajo, do me thënë përgatitja për një ndeshje? Po, minimum 8 javë. 8 javë? 8 javë, 2 muaj. 56 ditë, po. Apo aq i bie mu? 87? E don? Bravo, ke mësuar në shkollë. Ke politikanë në parlamentin tonë që 87, 57 tonë. Se del me rime. Nese, çrëndsi ka. Ti si ke prek të politikës tonë, ke shpëtuar. 8 javë, ku aty përfshihet pastaj keni stërvitje intensive, si është e ndarë dita jote, në sa punon? 2 herë në ditë? 2 stërvitje në ditë. 3-4 orë në ditë, varet kjo se bajmë ma shumë sparring, dhe me thonë nuk është shumë i gjatë, se është shumë ma intens. Është ma pak kohë, dhe me thonë për normalisht 3-4 orë në ditë. 3-4 orë në ditë stërvitje? Po. Për posa pasaj dita duhet jetë e zënë, ju duhet keni stërvitje. Për shumë sot e di që pasi ti kësh nga unë do shkosh të ke trajtime fizioterapie. Po. Ndërkohë që regjimi është ushqimor është po shumë i kujdesshëm? Po, shumë. Na dohet 8 orë, 9 orë gjumë për gjithë natë, se me gjumë rëkëpërëhesh, ja me gjatë tjetër. Ushqimin, e kam një nutritionist prej Italisë, që mi ban ushqimat... Italiane kene të? Italian, po. Edhe kjo është arë edhe pak. Guzhin italiane? Janë të mirë me guzhinë. Maja janë. Në i qik pasta lejohet apo? Pasta po, shumë. Se ju karbohidrate, se ju keni po, na do të energjia, po. Edhe kështu, nutricionist, pastaj aspektin taktik të teknik të gjës, me kë po e bën tani, kë ke trajner? Trajnerin e kam Selman Berisha, një shqiptar e ka servit edhe Ilir Latifin në Suedi. Tash kena ardhur tanë bashk në Shqipëni, se deshta unë më ardhë tu. Është këtu Selmani? Ashtu Selmani. Ashtu Selmani? Po, edhe Iliri. Edhe Iliri? Po. Edhe janë tanë tu, jenë tu ba tanë bashk si shqiptar për këtë neshje. Edhe janë të hap një palestër para tegut, një super gym kanë me ba. Super gym. Para tegut? Para tegut, po, përballë tegut. Përballë tegut? Po. Në fakt se unë aty e mora, ajo zonë e mora. Dakor, unë jo, po që shqyqyr do hapin që ata që kanë dëshirë, besoj se do jetë palestër për sa i përket arteve marciale, Po, edhe për hekra. Edhe për hekra? Po. Po nëse besoj se do kenë ekspertizë, po themi që nëse ke nevojë të avancosh në këtë fushë, do të japin, mund të jetë dhe një lloj mundësie, po themi për shqiptarët pastaj që të kalojnë trajnohen nëpër Suedi, nga Suedia mund ikën në Amerikë, mund të hapen. Falenderojmë çunatore që mundsojnë këto gjëra. Ku isha? Hajde më pse më humbet të ritmin. Lynë mira, e mund të lyj fare, as po bëjnë përshtypje. Ku isha, qa pyetje kisha unë të lezeshme për ty? Po si mund të hapësh telefonin mes emisionit, më ordiner. Ordiner. Kape. Pëlqeu teknika? Bukur. Nuk e di valla, si ka, është genetike. Ku isha? Po, do të pyesë për ato në fakt për komunitetin e çunave. Po doja të pyesja për sa i përket UFC-s dhe elementit teknik, sepse tani shumica e sportistëve modern në UFC janë të përgatitur në dimensione të ndryshme. Pra, të gjithë sot kanë background edhe, po themi në striking, trajnojnë edhe për grappling, edhe për wrestling,
duke sigur janë shumë modern, kanë paketën e plot. Po. Në vitet e fundit UFC-ja. Nëse do të pyesja, ti mi rendisje për nga rëndësia, domethënë wrestling, boksi, jiu-jitsu apo fighting IQ, këtë do vendosje në vend 4, kë në vend të 3, kë në vend 2 dhe kë në vend parë. Domethënë wrestling, boks, jiu-jitsu dhe fighting IQ. Kush do ishte më pak e rëndësishme? Ato të rëndësishme janë gjitha, po që në vend 4 po theni. Vend 4 pa thamon jiu-jitsu. Vend 4 jiu-jitsu? Jiu-jitsu një periudhë me vëllezërit brazilian vetëm me jiu-jitsu në MMA. Nëse ti e di, se po flas. Pa thamon. Jiu-jitsu vend 4. Pastaj wrestling, boksi dhe fighting IQ. Masonaj boxing. Vend 3 boks. Vend 3 box. Aha. Vend 2 wrestling, mundje. Mundje? And number 1 fight IQ. Inteligjenca, ha? Inteligenca. Se mundesh mi pas të tona, po kjo se s'ke inteligencë, s'din që me ba, s'ke që me ba. Po absolutisht, patjetër, Kur po. me kap, ku me ba, ku me counter, a ke parasysh, like, si me, se për shembull nëshe, e di se ty të pëlqen me hell bela left kick, me kamën majt. Inteligjenca sportive, ha? Po, Të dish si të reagosh në momentet po, vogla. e si me të kap. Ti vetë e konsideron veten një sportist me një fight IQ të mirë? Për fight IQ, unë jam i mirë. Null tesh në dëneshe se një problem që kam unë është se kur m'bjen, unë du me marrë në mrapa, du me kap prap. Aha, qartë. Edhe nuk rrihet që... Ziton. Po. Je çike emocional. Po. E Po kja mirë është qetëso, vajte 30 vjeç avash dialog. Po ta bënte nga 2 fëmijë. Pereshtruar. Hakmarrja shërbet e ftohtë. Po. Ne, duhet të presësh momentin e dur. Haq si janë bërë sportistë, ore, sa i mirë do isha në teori. Kjo është lëvizja e Rudit, ore, ma goditja e Dragojit. Hajde! Ku jemi tek 6-ta? Tash pse Do ta të mund? provosh? Jo. Janë të mirë. Po. Ja, nuk ha djek. Janë të mirë. Do të ta provosh? Ma bën mua, jo. I kja është i fort. Kështë që këtë djekse? Ja. E kja, Çik djekse po e vuri prapa. Shikon tani, e kupton tani që edhe në ring bën të njëjtin muhabet ky. Po i re një herë do të prap ky tani. Qetëso, me rumunin mos u nxitore. Ja. Edhe po të raj një. Duri ka dalë nga Gjeneti, si shë? Mbytare. Oh, kja. Yo, this is hot. This one's hot. Fuck, bro. You know what he's doing. Yeah. You know what I mean. Tash pa m'dal anglishtja, s'pa flas shit ma. It's fucking hot, bro. Hot? Pse amerikanët i thonë OS-A? Rock. I I thonë thonë qa? rock. Rocky. Rocky si filmi? Pse si thua Rocky, jo? Rock. Kam seriozisht? Rock Balboa. Rocky. Në Korç, për shembull, si thonë as Rocky. Thonë. Amerikan s'din se me thonë R. Nuk thonë rrët, a? S'din. Po pra, dhe mua më thoshin ready. Sa keq që mund të dëgjoj. Falë se ju në Amerikë nuk përmendit do këto fjalë. Konsumon këto? Snus, 100%. Ke qef nikotinën? E kam qef, po. Do hanë spi, po nikotin pëlqen shumë. Po si ka mundësi gjitha sportistët marrin? Ka hisi një trend me ne se e kena kuptu se nikotin është mirë për trunin. E nez, se me thonë. Është nootropic anglisht, e kape këtë ro. E vrava? Vërtet? Do këtë se pa. Trate patatje bërë. Mrate patatja? Extra protein. Edhe nikotin e kafin bashk, ta nez trunin si qën. Ashtu? Është shumë i mirë. Edhe na pëlqen. Kafe cigare pra. Kot nuk pinë shqiptarët gjithë ditën. Nëse mos pini kështu cigare se është e dëmshme. Merrni nikotinë në këtë formë. Të pyes çik për komunitetin e shqiptarëve, ne kemi një kulturë që në fakt ti e përmendë edhe pak në fillim, që ne shqiptarët njihemi pak si gangsta, kemi çik attitude, kemi prodhuar edhe një komunitet fighterash tashmë të mirë, i liri me në Suedi, tashmë edhe Ermali për shembull, Hadri Bej për shembull. Edhe pse një shtet shumë i vogël tashmë kanë filluar që të prodhojnë disa emra dhe shpresoj të jetë vetëm fillimi. Pse mendon se është çështje kulturore e jona që jemi fightera të mirë?
Është në temperamentin ton? I think sa është pak... Apo është genetike? I think është gjithë qa. Gjithçka, Genetike. Jena ratë shumë e bukur. Jo se jam shqiptar, po e tham unë se jena ratë shumë e bukur. Edhe besën që e kena. Nuk e ka kush në botë, si jena na. Jo, Jo, e ka as kërkush. Me thonë dikush tjetër po, dhe me thonë jo. Ose kjo fëse shqivna, dhe me thonë se s'keme pa kur ma. Në Amerikë, pa flas. Se shtu është kultura atje. Po këto në Shqipni, kur një shqiptar, sidomos shqiptarët që kanë diaspora që janë New York, kanë met me këtë, se e majnë në zemër kulturën e traditat, se s'dojnë me hup. Bela, edhe më thonë njerëz se këto në Shqipni kanë hecë përpara me gjana tjera, po shqiptarët në New York i kanë majtë ma shumë. Mendojnë se është ala Shqipnia si 97-ën ose... Ja, ka ndryshuar, valla. Ka ndryshuar. Megjithatë ca gjëra fatmirësisht kanë ngelur. Shumë gjëra kanë ndryshuar, po emigrantët kujtojnë siç e kanë lënë pak a shumë, nuk janë përditësuar shumë. Me baba na vajti keq, do mos qesh si donin kemi një çun tjetër që jeton në Belgjik, anik gjithë Shqipëria ka ikë jashtë. Sa për të ardhur keq është. Edhe ju e doni kështu, po e doni nga larg, ti smake të flamur, ai s'është patriot fare. Artistët kështu janë. Hajde tek e shtata. Numër 7. My lucky number. Really? Yes. Pse më ti tetor i bie i 10-i, 1 i 10-i, pse 7? Zdi. Më doli. Thjesht e ke zgjedhur. Thjesht. Ku jemi? Është shumë djegse? Pia. Shtata është numri e... Kujdes, mos lysh shumë. Completion, s'ka problem. Too much. Ma dhua? Ata si iko më të Too much. Fuck yeah. Oh, fuck. Yo. Ja k***ira. Shkova për lesh, bro. This one is hot. Fuck, yo. Oh, fuck. Oh my god, yo, come to your seat. Hey, a honga edhe tja? Oh my god. Hey, pse s'më tha, S'në gjova. Kryj fort. Të thëju, pse s'më the unë i thash? Very play. Oh, fuck. Duke sigur po xhiron filme pull kuqi tani. Oh my god. Mendo sigur ke para rumunin. Kështu do dorëzohesh. Oh my god. Kush më ftohet jo no? E ke ti? Ai është ngror, ka ku janë, s'ka të ftohet? Ka fotografi e pishkuj. Hajde do të Yo, it's hot as fuck, bro. Është ftohet? Absolutisht. I dhe qikuj aty, se nuk pëson gjë. Oh my god. A kje tamel marë? Tamel i thot Kini some milk, qumsht. Tamel. Pse i thoni dhe ju tamel, e? E falë. Tamel i thonë dhe këta, dhe zonë Kosovës i thotë. Lotove? Nuk qanë buri. Denis nuk qanë buri. Oh my god, yo. Mora shumë. Ma ke hjall, Po more shumë, realisht. Mora Shumë fare. Mora fjale. Mora. E, o Vlashko, kam një në... Nese do të pyese për atë. Gati jam. Je gati? Kemi një lojë ne këtu që bëjmë apo. This or that. Okej. Unë e di që ti ke këta gjithë për zemër se janë shqiptar. Po. Biles masë disa prej tyre dhe një personalisht. Po në këtë lojë duhet zgjedhësh njërin që të pëlqen më shumë. Okej. It's a game. Atëhere, unë do të them emrin do zgjedhësh njërin mes dyve. Elvis Gashi apo Nelson Hysa? Elvis Gashi. Elvis Gashi apo Berian Peposhi? Oh, fuck. I know. Oh, damn. I kam të dy shumë. Di. Oh, fuck. Thurë sikleti kësaj. Pa thamë se Berjani se është marri, edhe është të vazhdu, pa shkojmë me Berjanin i tesh. Berian Peposhi apo Adrian Hadribej? Berjan Peposhi. Berian Peposhi apo Florim Zendeli? Berjan Peposhi. Beriani apo Arian Topallaj?
You killing me, bro. Berjan Peposhi. Berjan Peposhi apo Chris Prenga? Chris Prenga. Chris Prenga apo Reshat Mati? Reshat Mati. Reshat Mati apo Arlin Berisha? Reshat Mati. Reshat Mati apo Wilson Ndregjoni? Reshat Mati. Reshat Mati apo Ilir Latifi? Ilir Latifi. Ilir Latifi apo Ermal Hadribej? Ilir Latifi. Ma falësh Ermal, du fort përshëndesim. Ku isha Ilir Latifi apo Bernardo Sopaj? Oh my god, bro, you killing me. I know. That's the point. Iliri. Iliri apo Florian Margu? Iliri. Edhe unë do të thoja. Me gjithë respektin Florian, përshëndesim. Iliri apo Ermil Xhaferi? Ilir Latifi. Ilir Latifi apo Ramiz Brahimaj? Ilir Latifi. Ilir Latifi is the winner, miq. Nëse Ilir Latifi the goat për momentin nga këta. The goat. Ça djalë? Si është Iliri si djalë? Me thonë vërtetën, unë s'kam taku njëri më të mirë në botë. Ashtu? Ilirin, yeah. Shumë i thjesht, shumë inteligent, shumë mendon për tjerët, gjithmonë për tjerët. A shefare dhe këto në Shqipni me mbështet mu. Tona përgatitjet e tona stërvitjet i ka rrugullu kë. Ashtu? Po, se unë jam në New York. Kë ka ardhë para 1 muaj bela për 2 javë edhe ka shku në për tona palestrat edhe i ka ba tona gati për mu. Ka pas da pun, ka i, ka u këthi. Me mbështet mu. Ndërkohë, Shumë njëri mirë. këtë e bën sepse do të suportoj ty apo jo? Dhe me më supportua dhe me më pa mu mirë. Ka që. Për sa njerëz mund ta thuash të sot në botore? Pra na i thash, është një është e veçantë. Është shumë njëri mirë. Kompliment dhe Ilir, bravo. Të përshëndesim. Dhe jo vetëm në fushën e sportit, po këta shqiptarë që bëjnë për njëri tjetrin dhe suportojnë në këtë formë janë vërtet heronj të popullit. Që suportojnë komunitetin e tyre, suportojnë që emri shqiptarëve të ngrihet lart, prandaj edhe besoj se përshëndesin meritojnë gjithë përshëndetjet, gjithë duartrokitit, po përveç se ka qenë një sportist i jashtëzakonshëm që na ka bërë krenar, vazhdon të kontribojë për Shqipërinë, për sportistët shqiptar, edhe sot më surprizove që paska që ka angazhuar kaq shumë. Edhe prandaj e përmenda edhe palestrin që janë të hap para tegut se den me vazhdu me ndihmuj ta fëmijët e renin me pas shansa edhe jam në për rrugë me hin në i pisleka në i gjo, me vazhdu, me pas shanse edhe kushte, me ba diqa njët. Edhe me inteligencën e experiencën që e ka në këtë sport, ka menu me hap këtë palestër, me mu fëmit edhe me... Kur hape do vëllaj? Në shtator. I tesh edhe 2 muaj. Si quhet? Apex Academy. Apex Academy. E kjo nuk është e sponsorizuar ta dini, është thjesht sepse ne ndjejmë. Bravo Ilir Latifi, bravo. Mrekulli, ata kanë një palestër në fakt që më përmend pak trajnerët që në palestrën e Ilir Latifit në Suedi ata kanë nxjerrë disa kampion. Po. Sportista elite praktikisht, të cilët kanë marrë rrugën edhe për UFC dhe për në Amerikë. Kush është trajneri aty? Të përmendim çik çunat. Selman Berisha. Shqiptar. Origin nga Trepoja. Edhe jeton në Miami. Jeton në Suedi edhe në Miami. Selmani, po? Po, prandaj unë kam lëviz prej New Yorkut në Miami me Selmanin, me shku me sti, me servitja. Selmani është tashme në bazë aty dhe po të trajnon ty. Çfarë bën një trajner të niveleve, unë kam dëgjuar nga shumë njerëz që ndjekin UFC-n dhe janë në brendësi, kam dëgjuar jo për faktin se është shqiptar, por për faktin se është një profesionist i jashtëzakonshëm. Për Selmanin, kam dëgjuar fjalë që është elit për sa i përket trajnimit. Shumë elit, po. Çfarë bën një trajner vërtet elitar në ato nivele? Si e diferencon? Selmani, pa flas për tjerë e herë, trajnerët tjerë kanë mësu që kanë mësu edhe kanë met me një stil edhe me një mendim, edhe e mojnë atë për tanë jetën, për tanë karrierën si trajner. Selmani edhe janë me një malë. Mendojnë se ata i kanë bërë sportistat edhe ata dinë më mirë. Selmani, këfse vijon për shembull, se kena punu tash 3 vjet bashk,
Këpse di unë një gjë, ai më pyet mu, si ke bë këtë ose ke bë atë. Shka në Është i hapur për të mësuar vazhdimisht, ë? Po, nuk Çfarë moshë është Selmani? 53. 53 është mirë. I ri mjaftueshëm dhe i vjetër mjaftueshëm. Po. Shfiks të moshë ideale. Edhe rrin të studiu sportin, se sporti kuptoj. gjithmonë është e hec përpara. Si gjithë çfarë. Si çdo gjë, si çdo gjë. Po. Bravo. Kjo është. Edhe vazhdon me mësu. Edhe din si me, për shembull, unë kam një stil tjetër prej Ilirit. Nuk do në stërvit njësaj bashkë. A kuptoj. Iliri është më shumë me mundës, edhe unë më shumë me grushta. Edhe për shembull kur bëjmë stërvitin për mundës, për mundje, edhe ai ka trupin ndrysh se unë. Ai ka taktika tjera. Dhe me thonë se Selmani ka një sy, një mend që e shef qa pënen për ty më shumë edhe qa s'pënen për ty më shumë. Edhe mundet mi bata këta taktika edhe ta game plans E kuptoj. për individual. E kuptoj. Është inteligjenca për të përshtatur me ty. Po, po. Okej, nuk e vën diskutim, patjetër. Ti ndërkohë kur ke qenë në ç'a do Joni? Hë? Teta do ky vdes që ne digjemi ore. Vazhdimisht jam me të ftuar kështu, bën shenja. A janë të matë forta të atjert? Po mos lyaj shumë ti. Hajde. Jo, mos i fut. Jo. Unë kam la krejt. Aty jemi. Ashtu. Po aqo, s'do bësh... Jo, s'du me dek. Po mos du me vdek. E i forta dhe kja. Ha? Fuck. Delayed, you know? Mos e je, futesh ka fazë aty, rrihesh me njerëzit bën... Tash jam gati. Na jam kapi se se prita. S'kam kënë gati për atje. Për këtë ishe gati. Se jo në amel. Tash jam gati. Je gati, dakord. Jam gati. Ku jeshe mo? Të të pyesja unë ty. Qa doja të pyesja mo? Ja, s'më lë ky. Po. Ti ke qenë në New York, ke qenë me i shoqëruar dhe i ke miq shumë të mirë, më përmende që parë, 2 emra shumë të rëndësishëm të UFC-s. 2 emra gjigant të UFC-s. Për më thënë të këto koharat e fundit. Më i përmendesh që kur janë shokët e tu? Aljamain Sterling edhe Merab Dvalishvili. E kuptova kush janë? Legenda. Merab, thu edhe njëra vash? Dvalishvili. Dvalishvili. Është Gjorgjan, është një legjendë lojës, është një super sportist. Dhe thu edhe tjetërin? Aljamain Sterling. Aljamain Sterling, edhe ai një super sportist. Si është marrëdhënia me ta? Si ke shoqëri bësh? Ti je shkëputur, ata në Las Vegas tani, ti je në Miami. Miami. Tash unë shkaj shpesh në Las Vegas, mu stërvit me ta dhe ata vinë në Miami mu stërvit me mu. Rrim ta kem gjithmonë. Actually, Aljamain është ardhë edhe 2 javë këtu në Shqipni. Do vi? Është ardhë, po. Ka ardhë, do më ka qenë? Edhe 2 javë pa vjen. Për 2 javë vjen? Po, për 2 javë vjen. Ka me ndaj me mu dhe edhe kam ardhë me mu në Neshje në Beograd. Okej. Edhe Merab është planifiku me ardhë, nuk e ka caktua lak, se ka shumë puni tesh, se është hap një palestra edhe kënë Gjorgji. Edhe, por den me ardhë. Den me ardhë të në Shqipni edhe me ardhë me mu në Serbi. Do më zgjidhesh një kuriozitet, si janë këta Gjorgjanët? Unë kam një simpati shumë për kulturën e tyre, di që janë një kulturë po bën shadow boxing. E doni po bën shadow boxing. Sigur s'dim ne të tjerë të bëjmë shadow boxing apo. Si janë Gjorgjanët? Unë kam kanë atë për lajt ditë me Merabin, kur ka fitu titullin. Më ka pru mu në Gjorgji me te. I thot që Merabit, jo Gjorgjanët jeni krejt kopje si shqiptarët. Ne, atë kam të gjuar, janë shumë të ngjashëm dhe ne. Janë krejt si ne, me kulturë, me këpritje, me krejt. Edhe ajri e Gjorgjis u i tha që tëne, më duket se jam në Shkodër i tash, në mal. Po sepse Gjorgjia është terren malor në fakt, është me mountainous, është kanë shumë male. Dhe kanë qenë ata të izoluar, kanë traditat e tyre, kanë ato edhe ata fjalën midis klaneve, kështu me radhë, janë shumë të ngjashëm. Janë një kulturë jashtëzakonshme, mund të t'ia sugjeroja kujdo që do të vizitojë një destinacion pak më ndryshe nga këto Paris, Milano e këto kështu me radhë,
Georgia është një vend unik. Janë dhe njerëz që kanë bërë verën për herë të parë në botë. Ata kanë shumë. Ashtu më kanë thënë. Po është e vërtetë ajo, kanë bërë verën ata. Nëse si është shiko, unë dua të jam që kurioz për këtë kulturën ose industrinë e MMA-t e UFC-s. A ka bryla, ka thashë theme, a ka manipulime nga pas, si janë marrëdhëniet midis sportistëve, apo është një komunitet që shkon mirë me njëri tjetrin? Është më shumë na shkojmë tanë mirë bashkë. Se jena një grup, janë shumë pak kufit në botë. A ke parasysh, na e dim që a kena hek vetëm sa me hinë në ufitse. Edhe respektojmë njëri tjetrin, tonë respektojmë njëri tjetrin. Por, normal, jena tura me njëri tjetrin, kena mund nesh. Edhe, për shembull, njerëz në peshë teme, nuk ofrohum shumë me ta, se s'du mu ba shok me ta. I respektaj, po s'du me i nej afer. Por ata në peshat tjera, në klaset tjera, i kam shumë afer. Okay. Për shembull. Edhe skuadrën që jena, ekipat, normal jena si vlezë. Po, sigurisht. Ju qeni të njëjtit ekip, po. Ore, kush janë këta se ti ke pas dhe akses që ti njohësh nga afër këto superstarët e UFC-s, që uroj që dhe ti të jesh, se je fiks tani që të na bësh superstar, do vish, pra, kur vish Shqipëri do vle. Po do bësh, si inshallah, në dorë ke atë. Me thënë, sigurisht do dhe fat, patjetër, por nëse ja bën hizmetin muhabetit, eventualisht fati të favorizon. Po, është vërtet. Si Messi. Po. Messi deri 36-7 vjeç po fiton asgjë me Argentinën. Po. Tani po i fiton të gjitha. Je dakord? Argument logjik, shumë. Kur e ka kulmin me që ish aty një sportist? Kulmin? The highest point në karrierë. Po, për një sportist. Në të fusha jote 30-ta? No, tesh bela 35. Te 35, ha? Po. Pra ti je relativisht akoma i ri, Jam i ri, po, jam i ri. Okej, se bësh dhe pjekuri, ha? Po. Është ajo që ta hash një grusht edhe mos të nxitosh. Edhe pak, po, edhe pak. Po, dakor, ja shef, njeriu duhet investojë që në fillim, pra ky akoma s'është kampion UFC-je. E njoh tani unë. Fiton pëlqimin e tij dhe kur të jetë kampion UFC-je, mbase do të bëj si Nina, unë do vete në Amerikë, siç bën Nina dhe do bëjmë video. E ke takuar ndonjë Ninën? E kam taku, po. Si është ajo vajzë, është është vajzë mirë, nuk flet shumë pa kamerë. A s'flet shumë? Është i thjesht, po, ja, s'flet shumë. A në kamera bën ajo për show? Për show, po, për biznes. Se thonë gojët e liga thonë për atë Armenin Armandi, po thonë që se ç'kan ata dy. Komentojnë. Jo. No, a bajnë për kamerë. Është just show. Po, sa është martuar me fëmijë, dhe ajo është e martuar. Po, ajo është e martuar dhe aja nuk është e martuar duket, po ka një lidhje, po, ka 12 vjet me një çun. Po. Tash e bajnë për njerëz me fol, për show. Qartë. Po, për clickbait. Po, për këta personazhet për shembull e ke takuar Conor McGregor, Khabibin, këta personazhet më të John Jones për shembull. Po. I ke takuar dhe kush është që realisht janë rob zoti, rob mirë, nëse është dikush gjithmonë. Po, Habibi është një. Është? Po, Habibi është qa shef në kamerë, është edhe jashtë. Edhe Conor McGregor është një njeri shumë i mirë. Ashtu? Shumë. Pa i duket kështu si... Po, është biznes për te. Aja është krejt kundër qa shef në kamerë, është me qa është realitet. Ashtu, ha? Ashtu. Conor është djali mirë, domethënë mundohet të ndihmojë, është kështu i thjesht, po. I ndihmon shumë njerëz. Ashtu? Po, edhe pravon kur nëse e pyet diçka, ta jep kohën. Se ai shef nëse jonda si John Jones për shembull, nëse provon me fol me te, edhe tan thonë kështu. As nuk shikjan. Po McGregor për shembull ose Habib, nëse i pyet diçka, një djalë në rrugë për shembull, i pyet diçka, rrin edhe ta jep kohën me fol me ty, edhe të nin. A ke parasysh? Ta jep një respekt. Për shembull John Jones nuk shikjan hiç, vetëm vazhdon. Kush ka impresionuar më shumë, mbase jo nga këto McGregor, Khabib që janë dy superstarët pa diskutim të MMA, ose dy nga më të rëndësishmit. Cili është një emër tjetër që të ka pëlqyer jashtëzakonisht dhe ke marrëdhënie për shkak që të ka impresionuar, të ke marrë respekt për aty? Me thonë vërtetën Conor McGregor se... Conor, ja? Se kam menduar se është një arrogant, një njeri arrogant, po ka kanë krejt kundër.
Tash kur mendon një gjë se është arrogant edhe kur ato kanë edhe të bën përshtypje. Yeah, you say wow. Expectation, yeah. Hajde të nënda! Oh shit. Duhet të punoj zërin jon. Vec. Tash kjo është nëna? Jo, një më para. Okej. Sa pak tash. Fighter, tha po. Mend I kemi në vend. Oh my god. Diego? Bo. Po jo, çikoj. Se unë vërtet jam mësuar, po s'jam dha që mësuar. Kam një apo dhe ta bëm për sportistë shqiptar, do ma bësh për sportistë huaj, se kam qef të vdes. Në të gjithë sportistët e UFC-s, kush është më I miri? John Jones apo Ilir Topuria? Ilia Topuria, ze bëra shqiptare. Mo Jones si tani kot. John Jones. A? Yeah. Je fan si është disa thonë që është më I miri ever. John Jones apo Conor McGregor? John Jones. John Jones, më falë si e ka anglisht ai? Kush? John Jones si I thua? Johnny Bones Jones. John Jones. John Jones. Po pse John është me A dhe Jones është me O? Pse di? Ja kanë një tash. Gjua angleze na shpifi. John Jones apo Merab Dvalishvili? Merab Dvalishvili. Te thua se ke shok apo? Sa e kam shok. Edhe se është dhe super sportist. Merab Dvalishvili apo Umar Nurmagomedov? Oh shit. Merab. Merab apo Chris Weidman? Merab. Merab apo Anderson Silva? Merab. Edhe Anderson. Merab apo Alexander Gustafsson? Merab. Merab Dvalishvili apo Demetrius Johnson? Sa I mirë Demetrius. I mirë është, po ja si Merab. Pound to pound mund të jetë më I mirë ever. Mundet me kanë, po. Mundet. The Mighty Mouse? Merab. Merab. Merab apo ma thuaj këtë se si ja them dot kur. Aljamain? Aljamain Sterling. Aljamain. Aljamain, zgjedhje kemi shumë shok Aljamain? Yeah. Aljamain Sterling apo Fedor Emelianenko? Actually, Fedor, my pro debut jam nesh njëtë natë me te, ai ka kanë main event. Edhe kur kam kanë fëmijë, jam rrit të tipo neshje të Fedors, po prep Aljamain Sterling. Ja, futa kota. Mund ta kesh shoku, unë po them, jo ka kemi shumë shokore, kush është më I mirë? E di, Aljamain na myt të tonë stërvitje. Edhe ata Dagestanit. Ashtu? Yeah, I myt të tonë. Prandaj ka thonë Merab Zikëv se ke pa në intervistë kur anesh me Umar, me kushinin e Habibit. Merab ka thonë në intervistë se kë Aljo e ka mundjen e grappling I 100 herë më mirë se këta Dagestanit. Për të edhe Ilirin, Iliri I ka pa. Ilir Atifi. I banton me Tani ti mendon se Aljamain Sterling mund të jetë mund të dominojë në vitet e vim? Po, në gym, në stërvitje, po I dominën të tonë. Ashtu, po pse se bën ndeshje? No, I don't know, like nervat s'ka ambasadë. Yeah, është ndrysh. Okej. Kot pyesën tani Aljamain Sterling apo Peter Yan? No. Aljamain apo Tom Aspinall? Aljo. Apo Alexander Volkanovski? Volkanovski është Alex. Alex? Yeah, është shumë I fort. Alex Volkanovski apo Justin Gaethje, po. Jo, Alex. Atëherë kemi Alex Volkanovski. Yeah. You choose Alex Volkanovski. Yeah, he's a beast. Super beast. So from all the fighters in the UFC you choose? No. UFC you choose? Me thonë vërtetën, John Jones is the GOAT. S'bëhet fjalë. Edhe masanaj I think Mighty Mouse, seriozisht. Mas Mighty Mouse. Khabibi? Unë s'mundu me thonë se Habibi është GOAT, sepse vetëm 3 neshe, unë thaj se Islam është ma GOAT se Habib. Edhe se ka humje. Se Habib vetëm për 3 neshe ka nesh me vetëm strikers. Justin Gaethje, Dustin Poirier,
Kush do t'i dilte në wrestling Khabibit atëherë? Kërkush. Yeah, but this is MMA, you know? Është krejt. Po pra, Ja ai vetëm u ndesh mundje. me striker i mundi. Po. Në wrestling nuk i dilte askush, kush do t'i dilte? Po, I know, po jam të thonë se kishën e kishë hub. Habib. Po eventualisht You know? kush do të humbiste, po Yeah, që... yeah. Nejse, I think një more... se është John Jones the GOAT. He's perfect everywhere. Është perfect gjithkohë me striking, me mundje, me jiu-jitsu, me intelligence, me gjithçka. Është më i miri. S'bën mistakes John Jones. Po pra, ka një ka high edhe high fight IQ. Shumë. Nejse. Nëse do kishe një corner man, një figurë historike të Shqipërisë, këtë do doje të kishe corner man? Historike? Me? Sa për qefë, seriozisht? Po për qef, se tani historikisht. Jo, obviously, but... Wow, interesting. Insane. Huh? Insane. Yeah, actually, Skanderbeu. That would be crazy. Yeah. Oh, Me Skanderbeun nga pas i kisha ra dhe unë atë Rumunin. Po. Skanderbeu, yeah. Po ku ka si ai? Mbreti. Horet. Do të arrash atë Rumunin? Besaj se po. Si beso? Po, thuaj. Po, se rajet i të vita ra vetë. Je për të 10-ta, se do të pyes dhe për Rumunin. Bëu gati tani, lyje. E këtë? Shisa Afrika, ore ka. Jo. Ha? Mos Jo, ki frikore. Prita? Lyu pak e. Pak tesh. Kam shkatrovi kja tjetra. Unë mendoja se ishe fighter deri në fund, ore. Kam inteligencë. Me shkon me moshën. Me moshën njeri u fillon mëson, Jam të mësu tesh. Sa e rëndësishme është elementi sa fighter i mirë je, dhe sa e rëndësishme është për sa i përket karrierës që ke, se sa grup menaxhimi ke të mirë. Pra është vetëm ti jesh fighter i mirë, apo do dhe çik menaxhim dhe promovim dhe si nga ana menaxheriale, si nga ana menaxherit që ke, po si nga ana dhe vetë promovimit tënd, po themi rrjete sociale, deklarata, lifestyle. Pra si e do UFC-ja? Se e dan në UFC-ja. UFC-ja gjithmonë se nuk është vetëm UFC-ja që zi. Po UFC-ja është më famous, po. Tesh kja sport u bë puro entertainment. Den me thonë dojnë show, dojnë fjallë, dojnë me bërtit, dojnë karaktera. Tesh nuk është vetëm me fitu, edhe mundësat janë t'i he krejt prej sportit. Edhe kjo se fitojnë. Janë t'i he krejt. Nuk i dua, se nuk ka Si dojnë spektakël. heq. Jo, s'ka. Edhe është e vërtet. Për këta është vetëm biznes. Për UFC. Tesh kjo UFC mund se i rinë aty edhe vetëm i majnë tokë edhe s'bën gja, janë t'i hekte tona. Ata dojnë knockouts, dojnë luft, dojnë gjak, edhe dojnë kur ke mikrofonin dorë, me thonë diqa veçante për njerëz me të pa ty. Dojsh me kenë, Kesh çik bla bla. yeah. Siç kishte me Gregor që edhe Po. e ndihmoi UFC-n që të Aja ka promovohet. që një nivel tjetër. Aja është ma mos se sporti vetë. Po pra, po ishte i talentuar shumë në Po. i Aja papar. është, aja vetë, emni e ti është ma mlaj se UFC. Kush është menaxheri jo tani? E ka emnin Daniel Rubenstein. Ruby e thrasën. Ruby, ja? Po. Ka Arman, këtë Arman, Peter Jan, Merab. Po disa nga emrat më të rëndësishëm pra i bie. Po. Sa i rëndësishëm është menaxheri në Pa Me menaxher të fort nuk ke se hin në UFC. Okej. Është nuk bëhet fjalë. Si arrite që të arrish tek ai menaxher? Ai më ka desht mu. Të zgjodhi ai ty. Po. Ah, okay. Ka fol Çfarë patë këty, çfarë tha? Kur më dashti, më ka kanë të i thirë shok këti Sterling, edhe Merab, edhe trajnerat e mi në New York. E ka kanë të folë për mu, i ka thonë aty në tesh për vite se den me marrë mu në management. Po një atë kohë kam kanë me managerin e Connors, e McGregorit,
E I thaç, unë s'jam një me shku, me lan një, me shku me një, me lan, e ke parasysh, kjo se jam me një, jam me një. Je besnik, po. Po, edhe I thaç, ja, s'jam interesum, por mas da ko, më kanë pëlqy ma edhe thaç, kja sa shtë punu për mu ma edhe ika edhe kam shku me këtë klubin. Perceptimi I publikut për sa I përket fighterëve, superstarëve të UFC-s është që këta bëjnë një jetë luksi, disa prej tyre sidomos Armani për shembull që është vjen nga një familje që ka të ardhura, makinat shtrenjta, pushime në vende egzotike e tjera me radhë. A është vërtet jeta një sportisti e tillë apo ato janë thjesht fragmente të vogla që duket sikur I jetojnë, por pjesa më e madhe është shumë stërvitje, shumë djerës, shumë mund. Ashtu është. Ata që shef në Instagram janë pjesa të vogla. Okay. Se social media është fake, gjithmonë. Unë hjalli që du njerëz me pa. Ne kuptoj. Nuk I hjalli 4 orë ditë stërvitjen, unë të ba me hangër me peshorin, të vu ata pastat në pesh edhe të shikju orën se më do të me fit 9 orë për gjithë nata. Ke parasysh I ta fragmentat I hellëm në Instagram për qef, për marketing, për... është brand, zisi me thonë shqip brand, është... Brand I thonë dhe shqip, s'kemi fjallën për... Pa të përdorim pak a shumë branding, brandim, I themin e shqip. E kuptoj. Edhe I shto është. Një dhe një bëj dhe unë, për shumë, nuk është se... Po, ta ne bëjmë. Social media është fake. Unë sërgoj asgjë se s'ka. Jo, nuk... Nese, që në cikapsës, po flasim për mua këtu, 11-a, sfid legjenda, që gati për sfidin e legjendave? Shi, po sheo që? Jo, mora shumë. Po s'more shumë? Jo, balkam. Ma shumë se ti kam unë. Ha, mano, bura, mano. Okej. Mora një dojë? Barabar. Po, hajde, gëzuar. Crazy. Ashtë si me hangër le. Swear to God, yo. Ropsa djekë se ke bërë po pullova. Qa përvullova, gobar, për qa ke bërë? Fillo marë. O, ritmi plako, do vdes nga zebra. Ba, do që... Buri që ishë bërë përvanë... Po thoja... Po thoja, është... Pëse më merti me valë. është... Aq jetë luksoze, dhe me dhe në sensin, ka të ardhura, ja vlen... Jetë luksoze dhe me, a ka të ardhura ishte pyetja? Për qa hekom na thojmë se ja. Ka ardhur, mund është me ba jetë bukur, normal. Ashtë vërtet. Por kjo vse hinë këtë sport për mendimin se kemë u ba pasonik, kemë ba pasoni, këtë një jetë luks. Nuk është sport për ty, se kja sport është se ka fjallën, sacrifice, se kam haru. Sakrificë. Sakrificë, okej. Sakrificë. Do shme vujt. E pesi përktheu nga... Do shme vujt në këtë sport. Po, sigurisht. Po. Është sport për pak. Po. Nuk e bëjnë do të gjithë. Ja, s'momen. Dhe me thënë, tani unë e kuptoj këtë gjë që thua ti, po... Në fund të ditës, çdo lloj pune është e vështirë, punë është ndërtim, për shembull, nuk është e lehtë. Nuk është lehtë. Kështu thonë dhe futbollistët, dilje Kylian Mbappé thoshte që unë nuk do t'ja uroja këtë jetë djalit tim. Ndërkohë bën 45 milionë euro në vit. Pula me mira organike, pilafi integral, perimet e përzgjedhura, vaj ullirit ekstra I virgjër. Çdo gjë, haviar, salmoni, kështu, tani mos u viktimizoni o burr. Bë stërvitje, merr nikotin, kafein. Ne s'dim ku kemi kokën. Ky ka hallë se duhet vlej 9 orë gjumë. Unë kam hallë se s'po flët dot 9 orë gjumë, ore, më lër me 3-4 orë në... Nese, për te shakas, disiplina vazhdueshme që keni ju, presioni madh që keni. Nuk është se nuk njeni historinë e sportit tuaj, për shembull edhe njerëz që nuk e përballojnë, që fillojnë pastaj
psychedelics, microdosing, lloj-lloj suplementesh. A është një lezez në industrinë tuaj pikërisht kjo presioni i madh që ka dëshpërimin kur nuk arrin të fitosh? Tash sportistët e UFC-s i përdorin ta gjana, po ja prej stresit ta gja. Për qefit. Është prej se janë already kanë probleme në kry. Se me hin ka fazë me unesh me një paraton bots, dhe me thonë se nuk jenë normal në kry. Okej. Dhe me thonë se jo edhe ose prej presionit apo jo presion e bajnë anyways. E kuptoj. Qartë. Ka fakti që e bëjnë atë gjë do të thotë që e kuptova. E kuptova. Tashmë për të folur edhe për ty, unë e di që ti ke pas një karrierë me Aisa, unë ndoqja online, një karrierë që ka pas ups and downs. Që prej faktit, sikur se ti përmende që ty fatkeqësisht të zhdashur që të futesh në shumë ndeshje që nuk e bërë përgatitjen e dur, pra kështu të shprezentuar deri tani fati jot i keq. Ndërkohë që tani ke një rikthim, ti ke pasur një shkëputje 9 mujore për shkak të një incidenti, ke patur me disa rus, ka kërcite njërit me grusht për çështje shoqënie bese e kështu me radhë, si shqiptarët më, kush të ngacmoj. I e pezulluar 9 muaj dhe ndërkohë ke pritur edhe disa muaj tjerë, gati 2 vjet pranë total për të ofruar sërish mundësia nga UFC-a për të konkuruar. Tashmë është momenti jot, ke bërë përgatitjen e dur. Është një event që ndodh në Europë, pak shtete, me sa mora vesh janë Europë që zhvillojnë, është Anglia, Franca dhe tashmë edhe Serbia. Ti do konkurosh me një sportist që mendon se ke mundësi reale për ta fituar, për të dominuar kundrejt tij? Po. Kë për mua është një, thojmë na, good matchup, stili i tij me stilin tem. Kë vetëm turrit përpara, edhe nuk ka shumë taktik ose një qetësi, vetëm edhe shumë i hapun me striking edhe me mundje, është i fort fizikisht, por nuk ka shumë teknik. E kuptoj. Edhe s'ka shumë submission skills. E kuptoj. Dhe me thonë për mu, vetëm me pas kujdes me kenë një in good shape, edhe me kenë i qetë, mundë me mujtë. E pas kësaj ndeshje, cila do t'ishte ambicia? Cila është ndra jote? Ti e featherweight? Featherweight. Ku e sheh veten? Ku ndalon ndra jote? Kampion botës, 100%. Mendon se e ke kapacitetin për të qenë kampion bote? Po. Se tani ta vita jam servit me 2 kampiona, Aljamain e me Merab, edhe e shoh sa mirë bajon në stërvitje me këta, edhe ata besojnë edhe në mu, se mundu mu bë kampion. Dhe me thonë se edhe unë jam shumë i fokusuar në këtë sport, tash e kam rrugën e hapun me vazhdu. Kam përshtypjen që dhe ti ke gjetë, le të themi, pjekurin, jo vetëm në sensin sportiv, po pjekurin në sensin edhe njerëzor, në sensin mental. Po. Mendoj se mosha 28 vjeçare për meshkujt është një pikë kthese dhe për të qenë më të maturuar në shumë aspekte. Kështu që në këtë sens edhe unë besoj që marr parasysh me këtë stërvitesh, marr parasysh që ke provuar se si është të shkosh down. Mendoj se pikërisht ai sportisti që ja del është ai që jo që zbie, po ai që arrin të rikthehet dhe të gjejë forcën tek vetja për të shkuar sërish, për të tentuar sërish. Të zakonisht kemi parë shumë raste që ata ja dalin dhe kur ja dalin dinë të qëndrojnë aty në maj. Kështu që unë përveç se të uroj shumë suksese në datën 1 gusht, do të jemi tifoz absolutisht me ty, edhe sikur mos kisha ardhur këtu, absolutisht do isha tifoz me ty, sepse je një djalë shqiptar edhe në fund ditës ne na bëni krenar maksimum. Tashmë që të njoh akoma më shumë dhe do të ndjek me gjithë vëmendjen e botës, gjithë rrugtimin tënd. Piles tashmë të kam dhe numrin, nuk e di ato se përdora ndaj këtë numër e ke provizor ti. Jo, është numri jam privat. E mban edhe në Po. Kur të kështu do të shënoj se do të shkruaj kështu, do të kujtoj se sa krenar na bën. Edhe të na nisësh në një gjë andej po na u drejt. Nga pra shqiptar kur të gjën belaj. O vllaçka, me qenë se je aty në Miami do më gjesh si kështu papaja se s'ka këtu. Për te kësaj, unë të uroj shumë suksese dhe e realizofsh ëndrrën tënde dhe patjetër bëfsh kampion bote, u ndjefsh krenar ti edhe të gjithë shqiptarët. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit që erdhe këtu. Shumë sukses edhe një herë. Miri përballoj, jo no? Shumë. Hë?
Filloj uli dorë zone e grushtit nga fundi, qik. Njoh shumë të shtatë. Kjo është nga Argjenderi Donaldo, është për ty. Shumë faleminderit. Ta gëzosh, po. Miq, ne do të takojmë sërish në puntatët e radhës. Unë dua të falenderoj gjithashtu të gjithë ju që na ndiqni çdo javë. Mos harroni të na bëni follow në Flag Fare, Instagram, TikTok dhe sigurisht Facebook. Dhe mos harroni të bëni subscribe Hoja Media sepse na ndihmoni realisht për të viewer të prodhojmë content. Sigurisht në Hoja Media në vim do të shkojnë që do të ketë shumë produksione të tjera, jo vetëm Flag Fare, por edhe plot gjëra të tjera shumë interesante, sikurse me Luk në brez, që është një produksion spektakolar i Hoja Medias. Ne do të takojmë sërish puntatën e radhës deri te shkalosh bukur edhe një herë faleminderit shumë. Faleminderit shumë.